që shikon, mi tha, shife jo qa është çun apo gos? Se këto e kishin pa për gos, më tha çun, dhe normal që gësova shumë. Po edhe gocat... Çka më pëlqejt e ti kozak shumë është që nonën po e dëshje fort, siguronë. Nonën e du shumë, sepse nona ime më do dhe mua ajo shumë, edhe normal që e du shumë. Unë njerëzit që më dun, tani nuk kanë nonën që se do fëmin, po e du nonën se e kam pik dobet. Edhe unë e kom pas, mu kanë ndru jetë. E du dhe babin, jo veç nonën, po më shumë du nonën. Po dhe, më shumë du fëmija nonën. zakonisht më shumë e plot me nonën. Më shumë e du nonën, po edhe babën e du shumë. Po, bashkërtja jute, të me thonë, Denisa shumë, shkojmë shumë mirë. Raporti vjerë nusa është... Jo, unë kam edhe shtëpi tjetër, shqyqyr zotit kena punu. Shumë mirë kje, po. Shqyqyr zotit kena punu, i kena bo një 2 lek, një 2-3 gjona. E kam edhe shtëpi tjetër, po unë kur nuk në ndajmë nga familja ime. Për herë do rri me nonën. Bravo, po më pëlqen shumë. Babën me krejt njerëzit e shtëpisë time. Shtu i shumë indikër, dikon 500.000 followers, sa mbi 500.000 kështë 550.000, jo që 50.000. Mos bëjë 50.000. Edhe po dëshin këtë strada burë, po e ka gjithë gjithandej apo ndojnë sepse jam çuni mirë, jam pozitiv. Nuk do thosh se je djali keq se shave i herë bablok, se shave dikë dhe çe ke keq. Po edhe mua më kanë shah, edhe mua më kanë shah nëpër internet. Po kanë ki më shumë shok, për shembull Aleksin, se unë Aleksin shokë kena si jo. Aronin? Aronin shokë kena. Ti? Kusha. Kena më gjithë shokë kena. Shumicat e çunat Fabian, Babalen, Olsin. Ta jenë në TikTok se tani s'kan ngel. Klevian? Klevian shokë kena. A gjuni gifta kështu në mëzveti po? Unë nuk gjoj. Nuk kam gjyt në jërë gift. Vetëm loja. Çka më bëne për shtypje diçka, dikon bin 100.000 ndjek sa kanë erë kishet live apo. A ndjekin çfarë e Dirama nuk e ndjekin konferencë. Jo, nuk kena 100.000, po kena një... Shu që më shojnë, që më hyëm shojnë live. Po në ta tregoj 500.000 e burë, që kanë në pritë se ta nëzirë fota. 500.000? 500.000. 1 minutë që ta gjej fota, no? A të ka lip në erë Dirama më lujt live TikTok, po më duket e ka mbyll, ja. A e ka mbyll TikTok-ën atë shumë? Po, Dirama e ka mbyll TikTok-ën, vla. TikTok nuk kanë Shqipëri, se jena net mostra, hapim VPN dhe hapim TikTok-ën është punë tjetër. është mbyll. Dirama e ka mbyll. Për shembull ja, te ky live i këtu e ke 270. Për kamerën, po? 300.000 kanë hyrë, kanë pa vetëm live. Veç live. Veç live. Prej diasporës ma shumë kozak edhe këto? Prej diasporës, prej krejt venit. E ti sharoj me shive pak këtu edhe jo që të nxjerrësh edhe këto. Ti sharoj me edhe do muhabete me që këto burë kanë dalë shumë fjallë që unë e kom pa pak a shumë, po Gjestin, pse e ke shoh Gjestin, çka? Gjestin nuk është se kam në një gjë me Gjestin, dhe në të vërtetë nuk është se unë kam bërë diçka të mirë se kam shat Gjestin. A kupton, po unë Gjestin për herë kur bite muhabeti Gjestit dhe thosha një fjalë për Gjestin. Kupton? Se thënë vërtetën e kam pas antipati, nuk më pëlqente për ato, ai është e drejta vetë, është jeta vetë, mund të bëj çfarë doj, por nuk më pëlqente për arsyet që bote twerk te ai muhabeti një mashkull vetë bythën aty. Puthe një mashkull në buzë. Normal e vla që unë mund të shoh atë se qa bën, por nuk mund të simpatizoj. Kuptoj që unë të simpatizoj atë. Sepse ai nuk është njëri për të simpatizuar, vlla, dhe mua nuk më pëlqen. Po ai gjithsesi ka jetën e vet, vlla, çdo kush. Po dikush për shembull kur e sheh këtë intervistë mund më thon për shqiptarët e Kosovës mund më thon për shembull po gjithset po atë që e ke shoh i ka ndruar jetë vllai. Po, atë që i kanë ngushëllime shumë familjes vet, po unë nuk kam ditë që. Edhe mu më ka ndru jetë gjaja dhe kam hy live, më kanë shah. Qa duhet me thënë kjo? Kjo është, unë nuk e dija, isha live, po më shkunin krejt qati e emrin atit. Gjesti, dhe unë thash thjesht një fjallë që ashtu. Unë të tash për pranën edhe po ndi është keq? Jo, unë po them që thash vetëm një fjallë që ashtu ati, a kupton, kash, po që do të thotë kjo se thash një fjallë, unë nuk e dija, unë nuk është se i shajta vlajnë ose shajta në një atje që ka qenë tek gjenazja, bëna një gjëtë keqe që thash mirë. Edhe në një farforme për... Unë nuk thash as që më shbër qefi, as a kështu, a shumë mund të thush që je një njeri... Po ti edhe për shprej keqarë, a është shprej? Normal që shpjer për çdo lloj njeriu, për çdo lloj njeriu ngushëllim në familjes vetë dhe shumë të qartë. Po edhe për Ademia Shahorin kanë thonë që e ke shoh sa është e vërtetë. Jo, a duke budallon ti? Si më shoh Ademia Shahorin, valla. Veç me qenë njeri çmenë. Apo miku truni që të bëhen budallat, bëhen me të meta mendore dhe mund ta shaj. Po si është e vërtetë tani me këtë? Po valla, kam qenë ditë live. Njerëzit mua nga që jam shumë i famshëm, jam shumë njeri i suksesshëm. Kam i famë marramance.
jam njeriu më i ndjekur Në rrjetet sociale për 7 vjet.